Atëherë, siç e thash herën e kaluar, sot do të bëjmë parashikimin e disa politikanëve dhe disa personazheve publik me letrat tarot, gjithmonë me Elena Demollarin. Përshëndetje Elena, Klea. përshëndetje dhe mirë se erdha. Përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje, mirë se na shikoni në Vibe. Faleminderit. Faleminderit dhe Media 60. Tani nisim direkte se nuk kemi shumë kohë, ti e din se kohën e kemi të limituar. Të limituar, po. Atëherë do bëjmë parashikimin në gjithë politikanëve, siç përmendet ti, të aktorëve, regjisorëve, edhe këngëtarëve. Okay, Tani nisim me ta pranoj publikisht. Po ta pranoj publikisht. Ta pranoj publikisht se Sali Berisha në du fort. Në po. Të gjithë e duan. E nisim me Sali Berishën, shenja peshore. Okej. Në parashikimi do t'i bëjmë siç i bëjmë gjithmonë në parashikimet personale private, por të parë më të detajuar. Dhe do ta bëjmë me 10 letra, pastaj do vazhdojmë me personin tjetër. Shiko, është diçka, atëre, pavarësisht që është shenjë peshore, mund të ketë kaluar shumë situata të vështira, shumë peripecira, shumë pengesa gjatë jetës së ti, ka pasur një konkurrencë, por do vi një kohë që Klea, ajo karrierë do të vi një kohë që merr fund, do me thonë mund të kesh një karrierë 20 vjet, 30 vjet, por në fund fare çdo gjë është si fundi fundi epoket vjetër, që vdes një epokë vjetër dhe rilindi hapet një ere. Ka nevojë për pushim, për relaksim, mund të ketë një ngritje ekonomike financiare. Tani konkurrencë ka, por shikoj që në fund fare është një fundi epoke dhe po shikoj që do jetë një fundi karriere dhe do ndryshojnë gjërat. Do ketë ndryshime, është një transformim për karrierën e tij që ka, për punën që ka është një transformim dhe është një fundi karrierës së tij. Dela e fjala, dhe unë mund të kem një karrierë 20 vjet, 30 vjet, po sikush në karrierën time mund ta marrë dikush tjetër ose mund të dalë një portë si astrologe dhe çdo gjë ka fund. Ka të bëjë me cikël zemër, ka të bëjë me cikle, do me thonë mund të jetë një cikël 5 vjeçar, 7 vjeçar ose 10 vjeçar dhe ndryshojnë gjërat. Okej, nisim me Gazmend Bardhi, është Gaforia. Gaforia, okej. Na kujtovi Gazmendi. Kur të zelem za Klea, kujton njeri. Klea, shikoj pak krisje, transformime, shkatrime, ndikime, nuk do jenë të sigurt, nuk do jenë stabil, duhet të heqin fashën e syve, do shikojnë më përtej. Mërkuri mund t'jap një rëndje psiqike psikologjike, duhet të kenë kujdes nga personat materialus, manipulus, duhet të kenë kujdes se mos vinë në kthetrat mashtrimin manipulimit, në kthetrat e djallit, persona do kenë përfitime të vogla në lek, por mund të kenë dhe probleme çështje institucionale, mund të kenë dhe probleme me drejtësinë. Tani mund të kenë dhe seanca gjyqësore, gjykata, nuk e di, por në fund fare do dalin të fituar, do marrin lajme të mira. Por të them diçka Klea që mund të përballen dhe me drejtësinë, por janë transformime, ndikime dhe mund të kenë pak krisje. Në fund fare do dalin të fituar, nuk shikoj ndonjë problematik që them do jetë një fund i karrierës. Me sa po shikoj, ky Gazmend Bardhi pas ka më të gjatë karrierën. Okej. Kalojmë tek Taulant Balla, Luani. Okej.
Atëre, ç'është njohëroskopi ishte ta Luanti? Luanit, duhet të ketë kujdes se ka tradhti në rrethin e shoqëror, dikush do e presin mes ose dikush do largohet me gjenjë shtrëteci ose me gjenjë shtrëtesar, largim pune, pushim pune, një dorë që nga puna dhe dikush do e presi në bez. Duhet të ketë kujdes me personat materialistë, mund të bjerë. Duhet të ketë kujdes pjesë e kurthi, se shikoj dhe mund t'i bëhet dhe një kurth, duhet të shmangi sherrë debatet, konfliktet, mos marrëveshjeve. Një konkurrencë, një energji pozitive. Po i vjen do eci përpara, do përballet dhe me persona që e kanë mundësinë për t'ia dhënë një shanse, nuk e japi një lajm dhe marrit mirë. Një lajm do marrit tjetër, dashuri pasonante, do eci përpara, do ketë nisma të re, do eci përpara, por shikoj që do ketë një energji pozitive. Nuk shikoj që them që do jetë një fundi një karriere të do të thonë, shikoj që karrierën e ka goxha të gjatë, do të thonë shikoj një karrierë që mund të ketë një 5 vjeçar ose një 10 vjeçar në jetën e tij. Erion Braçe, dashje. Tani, Erioni do kenë Klea, krisje, në rrethin shoqëror do kenë krisje, do të thënë do krisje diçka e re, si puna saj rrufes që të godet rrufeja diku, edhe duhet të jenë të kujdesshëm, nuk do jenë të sigurt, duhet të heqin fashën e syve, duhet të shohin film. Më përtej Mërkuri mund t'japi pak rënde psiqike, psikologjike, dikush do largohet, një largim pune, një prishje plane, dikush pavarësisht që mund të kenë pasur pengesa, mund të kenë stabilitet, po dikush mund t'i largohet. Do jenë shumë të vendosur një kontratë pune, një firmë, një dokument, shikojnë drejt horizontit të largët, takime, telefonata, rikthime, udhëtime, komunikime, çdo situatë ka ndalë furishëm, nuk e din nëse kanë ndonjë projekt, dëshira e tyre do t'i bëhet realitet, duhet të ecim përpara, mos e kthe kokën mbrapa dhe janë shumë e pat, por shikoj që do ketë diçka pozitive dhe janë shumë e pat, do ketë nisma të re, perspektiva të reja, do ecim përpara. Tjetër kush është? Miko Peleshi, Akrepi. Okay. Unë po shikoj sa ndryshime, që do bëjnë ndryshime Klea, po do me thonë do jenë shumë zemërtyer, mund të kenë ndryshime si në punë, si në dashuri, si në familje, do jenë shumë zemërtyer, një transformim, mund të kenë dhe një humbje pune, mund të kenë edhe një humbje parash, por do jenë pak gjendje ankthi të stresuar, ndryshime, transformime. Për momentin mund t'i kenë gjërat e ngrira, po do të çaj takulli, do ecin përpara. Me një vendimari do marrin vendim, duhet të ecin përpara, do fillojnë me kontrata, puna, firma, dokumenta. Po gjatë rrugës të karrierës së tyre, do të thënë do jetë diçka që do jenë shumë zemërtyer, që mund të tradhtohen dhe nga persona më të besuar, që kështu duhet të jenë të kujdesshëm. Por në karrierën do e vazhdoj, do eci përpara. Tjetër? Tani do të gjejmë pak vipat. Vipat, okay. Elvana Gjata, Ujori. Okay, Elvana. Elvana Gjata më shikoj që ka një konkurrencë dhe duhet të shmangi shere debatet, konfliktet, mos marrëveshjeve, do përballet me persona që do e kenë mundësinë për t'ia dhënë një shans dhe nuk do t'i japi një lajm do e marri të mirë, një lajm do e marri të idhur, do eci përpara në punën e saj, në profesionin e saj do eci përpara, po duhet të ketë kujdes nga shoqëritë me si të falso. Mund të jetë pak e mërzitur, po universi do t'i japi dhurata të bukura. Takime, telefonata, rikthime, udhëtime, mund të ketë edhe
koncerte jashtë shtetit, në momentin do i vinë momentin e fundit, do gjykohet për marrëdhënie që ka dhe ka një pozicion të mirë, nga ana financiar do jetë kompletuar, shikoj që do jetë mirë në profesionin e saj, do marri lajme të mira, do i vinë një energji pozitive. Por shikoj që është diçka pozitive me Elvana dhe Elvana do ta vazhdoj karrierën. Ronela Hayati, Virgjëresha. Okej. Ronela ka pasur një këngë shumë të bukur, Malagata. Malagata. Është shumë e bukur. Me të vërtetë është e bukur ajo. Jo, është një këngë super e bukur. Atëherë, më duket se Ronela do jap fund beqaris. Nuk e di fejuar e martuar e dashurior, por shikoj që do t'japi fund beqaris, do ketë një lidhje të bukur dashurie, se nuk e dim tamam. Po. Se nuk ndorim në jetën e tyre private, më kupton. Duhet të ketë kujdes nga persona që nuk shikojnë drejtimet e tyre dhe pisërisht kanë spionazhin, ka qenë në pritet të shumë lajmeve, po dikush ja ka prerë mes, mund të ketë qenë për puna, pa dashuria, biznesa, bashkëpunim në grup, kërkon të drejtën e saj, të vërtetën e saj, kërkon vetëm drejtësi, mos marri opinion të tjerëve, duhet t'i japi drejtim vetes se ka të bëjë dhe personat negativ, persone që janë të ftohtë në komunikim. Dikush do i kërkoj të falur nëse ka vrarë shpirtërisht, mund të jetë pak konfuze me këto eventet, koncertet, po do eci përpara, do ketë një stabilitet, do marri lajme të mira, do ketë ribashkim, një djalë një vajzë bën një propozim, mund të ketë një fejes, një martesë, një ortak, një partneritet ose mund të ketë një bashkëpunim. Do jetë një familje kompletuar, një dëshira e tyre do e bëhet realitet. Për momentin mund të ketë pak gjëra të pezur, por do zgjidhen gjërat me kreativitet se ka letër në profecisë. Por në karrierën e saj do eci përpara. Tjetër. Ledri Vula, Gaforja. Ky kosovar është si këngëtar? Po. I fejuar, i martuar, i dashuruar në Beqar më duket? beqar. Okej, në qoftë se ky ka pasur një lidhje dashurie, ka dështuar në lidhjen e dashurisë, dikush është larguar me gënjeshtrat e tij ose me gënjeshtrat e saj, duhet të ketë kujdes se do ketë tradhti ose dikush do e presi në mes, shikon drejt horizontit të largët, një bashkëpunim në grup, mund të ketë dashuri pasionante, mund të ketë një dashuri pasionante dhe xhelozi. Mund të jetë pak errësi në lidhje me punë, me dashurinë, me fatin, gënjeshtra, mashtrime, fatin do prej me gëshë. Shkojnë gjëra diku pritën me dhe do vi një kohë që do zbuloj. Gënjeshtra, mashtrime, manipulime, intriga dhe çdo gjë do dali sheshit. Do të thonë Zoti do ja nxjerrë sheshit, nëse në karrierën e tij do eci përpara, është në pritje disa lajmeve, do ketë një stabilitet dhe do ketë një udhëtim jashtë shtetit, por në përgjithësi do jetë mirë. Do të thonë, karrierën e tij e ka për mrekulli. Jemi tek Fine, Akrepi. Okej. Finem Akrepi. Dikush ka hyrë në mendimet e tij, ka lexuar mendimet e tij dhe mund të jetë një person xheloz akmar, është e përbetuar për akmari. Nuk e di, ka derdhur lot gëzimi ai dhëdhërimi, duhet të ketë kujdes gjatë rrugës të karrierës së tij se mund të ketë edhe një prishje planesh ose do derdhi lot gëzimi. Nëse ka të bëjë me biznesin, do zgjidhen gjërat me kreativitet, duhet të eci përpara, do jetë një familje kompletuar, dëshirat e tyre do bëhet realitet, do ketë një ngritje ekonomike financiare. Pavarësisht gjatë rrugës duhet të jetë i kujdesshëm se mund të ketë një prishje planesh, falimentim ose dikush mund t'ia prishë planet. Por në profesionin e tij, në punën e tij që ka, do eci përpara. Do të thonë do ketë edhe ngritje ekonomike. Noizi. Çfarë shenjë horoskopi është? Peshora.
Noizi, ngritje ekonomike financiare, fejsa martesa tavolin ditëlindje do gëzohet, nëse është në disa projekte do e bëjt realitet. Do eci përpara, do jetë stabilizuar, do ketë një mbi ngarkesë, nuk e di pas ka një mbi ngarkesë pune, por do eci përpara. Fejsa martesa planimetri do gëzohet, do stabilizohen gjërat, çështje institucionale, nëse ka ndonjë çështje institucionale do ketë rrugëzidhje, do ketë shumë mundësi për të ecur përpara, do i vi një lek i papritur dhe do ketë një energji pozitive. Fejsa martesa 7 zani pritje fëmijë dhe do ketë një energji pozitive. Do të thonë, gjatë rrugës, gjatë karrierës së tij, shikoj që do krijojë dhe familje, por është diçka pozitive. Super fare dhe mbylli me këtë diçkan pozitive dhe me krijimin e familjes dhe me 7 zani, martesa, fejesa. Elina, të falenderoj shumë që ishe pjesë e vajbit. Vazhdo të shihemi sërish gjatë javës për të tjera tema, parashikimet javore, për tema të tjera, për bisedat që kemi folur, për mesazhet, për historitë e tyre, se kohët e fundit na kanë hedhur shumë histori, sidomos për bizneset dhe për persona që ndorin në familje. Në familje si shkatrojnë bizneset na një personi të tretë. Ja pak shruaj erdhi fundit këtij programi, vazhdo të shihemi sërish nesër në orën 11. Mos harroni ta ndiqni pasi nesër është një super episod. Mirupafshim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.